megjithëse unë jam i asaj partie që qeverisë Kosovën, po mu nuk më intereson mua intereson shteti, mu më interesojnë ndjenjtë tanë. Pa marrë parasysh, na po presim si gjithë shqiptarët këtu se këtë padrejtësi, përqiturit kanë fillu. Kanë fillu edhe do të mbarojnë këto se me thonë drejtën na kemë mendu edhe kemë besu shumë në drejtësi, po këta përmbahen ta djenë pa drejtë. Se ta kanë luftu për vendin e vetë, po kanë luftu për qatë tokë Kosovës. Unë nuk e dije arsyen 5 vjet me qenë i burgosur. E pa dhonë kur farë dëshmi, pa dhonë kur farë ases që nuk ka fakte, po me dokumentat Serbisë e tjerë dhe Rusisë e kuputa dijone, është të torsh me kjo që ka pëndohë. Prej cilit vend keni ardhur këtu? Na kemi ardhur prej Gjermanisë. Prej Gjermanisë. Kom ardhur çdo prej vitit 81, kom qenë për herë të parë me Isov Gërvallën, Brahim Kelmeni dhe atë gjeneratin e parë që kemi ardhur këtu në vitin e parë. Sa ditë tregova shokë. Tash të lyp drejtësinë. E deri kur diku duhet më ardh fundi drejtësia me dalë vend si duhet. Po çka mendoni për qeverinë e Kosovës ndaj ish-krerëve të UÇK-s? Po qeveria pak për mua ka gabim, me thonë drejtën, megjithëse unë jam i asaj partie që qeverisë Kosovën, po mu nuk më intereson mua intereson shteti, mu më interesojnë ndjenjtë tanë. Pa marrë parasysh, çka do të ndodh që të bëhet në vendin tonë, e jo me në ardhë tjerë, me dokumentacione të kuja, edhe me ardhë deri te kjo çka sot po na ndodh djemve tonë. A do të ishte me udhës një vizitë e kryeministrit Kosovës? Gjithsesi, unë gjithsesi edhe kom bo apel, edhe kom qenë në fushat 6 javë me ta, edhe kom ndajnë me të gjithë atje, edhe i kom thonë apel, kom pas ju lutëm, se të gjithë, po ata të regun atë arsyet e veta, që mu janë të papajtueshme ato. Po çfarë emocione keni sot këtu në protestë? Sot emocionet jam i mbushur deri në kokë, ja, amo besoj si shpejti do të kryet edhe kjo le të kthehet gjë tonë, po Kosova diku ka vend.